Mirëmbrëma telespektatorë të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 19 të Natcastit Po Çuçkat. Mirëmbrëma edhe nga unë. Faleminderit që na bëni subscribe. Mos harroni të vazhdoni të na bëni subscribe, like dhe follow në Instagram, Facebook dhe në TikTok. Dhe për të gjithë ju, të cilët nuk na ndiqni neve në ora 10 e gjymës, po shkoni ndiqni programe degeneruse. Turp të keni, futeni në Çuçkat.dale. Ilini Çuçkat ilini, ha? Dhe na bëni subscribe në YouTube e ne follow ka thonë këto. Mirëmbrëma të dashur Çuçkatator në episodin festiv. Faleminderit, mirëmbrëma edhe juve zotëri. Unë shoh disa ndryshime që do bëjnë zoom të vogël këtu. Lila, njerë ndryshimi I parë që e vërejta, këtej është çaj shkapi. Ku e kje? Shkapi. Zoroja, nuk o Zoroja. Nuk është Zoroja. No, kjo është stër gjyshi I Zoros, që e kom marrë dhurat nga sultanati 1911, para se me e shpall. Një vjet para. Një vjet para se me e shpall ne pavarësin. E kam dhurat dhe nuk është një bubit si Zoroja, por është një shkop sharplaninor. Ndryshe të ishte I zi do të quhesh te Karabash. Ashtu, po. Mirë po, shkaku se është me një posteqi dele, Beyazbash. Beyazbash. Bilik Bashi. Bashi bash. Qisho Beyazbash? Kreje bardh. A Bilik Bash? Krejmoth. Byjyki. Bilik Bash. Bilik bardh dhe me E ka do lafe, diktohet se... Si do që tjetë, përveç shkapit, unë e shofë se nuk I kini e në ndëgjuset. Po nuk I kemi ndëgjuset pasi që ne sot kemi vendos të vishemi shqip. Mendoj kemi një outfit pak më ndryshe se herët tjera, si që shifrim me këto. Me këtë kësullës po. Sigur Ismail Qemali dhe shoku im si Isa Boletini. Për ndryshe unë e Halil Boletini. Po, Halil Boletini dhe Adis Ismail Qemali. Për ndryshe ki ngjan si Aqif Reçani kështu, ma sakt. Qepre, ha? Ngjan Halil, respekte për llokun, me që tha regjia. A ma shene mustaqen e ka bo? Abe, topi nuk e lum, mashallah. Vlerëson publiku, nuk ka nevojë. Nëse kompliment. Do artrokiqe për outfitin tuaj dhe për kompromisin që e keni bë. Taj vë ku vendon një radion që të vogël atë të ngjoni këto aplauzat, ama ne unë ku bën një kompromis I ku mjek syza. Se ne mund më shkojnë me outfitin. Po me syza nuk shkon ja u pish lukun shapkës, marrë është mendoj. Kujdes. A be shkon shapka me syza pse? Ose Nuk shkon me se ku ke pati ushtar, Hata të shof. snajperist me cërcallë. Jam profesorën, jam Ismail Bey. Po nëve ma pa avullohen të koti që ka lashe. Do është ta vendosh te shapkën ka e prapa të bëhesh na barë se Adem Jashari. Sigmund Fjokët. Shefe. Kur flitet për Adem Jasharin, veç duhet ta mshilim gojën. Po nëse ka figurë historike që shikon më shumë respekt Adem Jashari. Gjithashtu. Vin keq për figura tjera, para është Baca Adem. E ne pse ju keni shku 130 vjet rikferc, unë nuk më shkoj shumë, unë më shkoj një 30 vjet. Nuk ka problem. S'ka problem. Atë më dhëmi. Ti bën edhe më dhomi atë. Për ndryshe, Lila, unë mendoj se shikuesit janë çudit pak me këtë outfitin tuaj. Përse? Sidomos me mua janë çudit ala më shumë. Nuk janë çudit me të ditë, unë do ta shohim nëpër komente atë punë. Ama unë mendoj se janë çudit se bet se Lilën për herë e kanë gjemona për komente si turk folës. Janë kanë prejt sagllom se ki sot do bëhet dëni Osmanli, dëni Sultan Hamid. Dhe bëhe rezistencë. A ka nga tjetër, fesin e ke vendote? Ajo vesh me plis për Paris? Po, unë jam autokton këtu, ndërsa Adisin e kemi Poverenik, I sultanit. Povereniku I sultanit është. I Sultan Hamid. Ka dali, pret pak, sqarohemi, të lutem regjia. Poverenik I kujto? Sultan Abdulhamid dyshit. Ashtu? Pa, Mëre tej. po mendoj. Pret pak tu diftim njerëzve, sepse I na vesh një këtë dërregje. Mendoj se duhet tu diftim. Duhet se ka edhe Poverenik bën. Do me thonë, ne në shenjë respekti, do me thonë, ne për tu solidarizohu me Ismail Qemalin, për shembull, që unë si Ismail Qemali, e ne Isa Boletini. Ato ditën e flamurit nuk janë bashko. Nuk kanë qenë bashkë, se
Isa nuk ka qenë atit. Nuk ka qenë po Verenik Isa atë ditë ka qenë të luftohu. Si po merr, ka qenë të luftohen, une e kisha për detyrë ta ngrej flamurin. Ka pas me njeriu urdhër të pre, ta ngrej atë. Mora vlla, nuk pret flamurin. Ke Do e pas ngrej. mundëse në 30 ta ngresh flamurin, se s'ka ro asnjë. Për Një feti ditë po më ai e para- ke ngrej se e ke ngrej çe durën. Faleminderit se sot e kësaj dite që 113 vjet festohet festa e flamurit, se betie se e ke ngrej flamurin me 28 nëntorit. Pa, ngrej to vlla. Nuk e të kiqa, ma... Qatë bëjo vlla. Ai ka pas arsye të fortë, se me 28 nëntor në vitin 1444, Si? Skenderbegi, Skenderbeu me këllëç i madhi, do vrasi do presi, Turqelia vdesi. Do me thonë data që në të rëndësishme. Ai e ka ngrejt në Kruj. Po si? Kjo nëntori i dytë. Ajo i pari, kjo i dyti. A ke pa ke Shkijoni filmi? i treti. Po, kjo i treti do i. A ke pa ke e ne ke filmi thot. Merr po e ne ngoshtat e balkoni ajo kjo. E ne Nuk po se ngosh balkonit që musën fkatët, serdha unë atë, i sunë ngrejta flamurin. ma E ne ke filmi? e ne ftes ke pas. Ka pas, me si nuk Unë kisha ftes për të pas fest. Vërtet, zotëri, ku ke qenë ti, të ta bëj pyetjen si polici. Ku keni qenë ju me një datë 28 nëntor 1912? Unë kam qenë në Mal të Zi, në ball për ball me dishmonin. Tu luftoj Këtë për tej, me poshkën dorë, me pistoleron, tu luftoj me dushmanin. Ndërsa zotriu në fjalë ka qenë në balkon me Me Odell. odellat e vet, me ksulën me pisqyl duke e ngrit flamurin. Tash unë Ama është respekt për të di se na i ka bo punë. ai na e ka bo, ti po ke bua unë isha punën në front tonë, tu unë po luftoj. punën time e kum bo. Po, ta e unë sun mrejna të shkoj kaj, e ne pse kisha ert njoni në fkati, tha, a ka mundëse të vish se Ismail Ngrej Bey, flamuri. Vlora don ta ngrene flamurin, mirë po unë sun e lisha frontin aty. Ushtarët i kisha me vete, unë e bona E po. si ta loj unë flamurin? Se la atë flamurin, asun se lash frontin. E po, kështu po e bonë. Lutem. Po. Do me thonë, ma pa në balkoni i vogël nuk i nxen kit. Amon, herth. Me vones, pak Mas ama. ditit ve. Mas ditit ver. Mas ditë ditit po, verda, faleminderit. E ne Amon e në sajit kam E bo. ne sa i gjim buni, po pse s'kishte vend ke balkoni. Ta Po ti zdrit. duhet të bësh mu një film për ta zbukuro balkonin, për ta smadho. Ne kina firm për ta zbukuro balkonin. Ne kina rivedilin. Te si don. Diftote që don, si don të duket Ma i moth, balkoni. ma i gjon kështu. Ne ma i moth, ne ma i gjon, don të duket si granitate, don Sahara të duket balkoni. Donatello. Rafaello. Safari. A don a beton efekt don të ta bëj balkonin. Çish don? Ta fkas rivedillin. Unë edhe ta bëne balkonin te aty. Si ta do te qifi te. Respekte. Taj, do me thonë, flamurin të zdripën poshtë. Po. Era, antiguja të e gushe. Po. E ne uthkeve prap luft. Nuk u t'keva prap në luftë. Mendoj, do është të shkoj në Vlorë une. A gje? London. London Boys atë ndërën a gje. E në atë nuk prejti. E na atë nuk kam prejti, atë s'kishte vend keqirja. Nuk ka be se s'kishte vend. S'kishe vend keqirja se kishe fkat Me momon te një a gje. Të më rezervone mu një qire, kishe morë Lamborghini, kishe shko vetë në London a gje. Mu mla qkoj me anija a gje. Tu veslak. Li ato ma vjetet. Ama ma merva e udhimi me në për ujo maj mejro. E ke pas arahato sa i qetë so është i qetë. A be, pejtë shpirtin tem te. Ashtu? Me mzi shputova a gje, njënën pistoll ma morën ama këtë tjetrin. E kishe me Një vetë. kako, Në no. viti. Ku e më shefen? Qorap. E fejta me një vend unë. Ato su në gjetëm. Nuk sëndët mora se ishim ke ajo prekolica me një kale. Na e kali sal di vete. Kupton, kisha delegatin time. Tu pas ta fkasish momon e ke bo. Ke shko me kal me prekulica. Shkëshe me renta kallë. Renta kal dhe shkë. Ismail Bevlo. Më intereson Lila. Shiko regjia, më falë No, no. se ndërhi, Urna. se ki dhe njerë më këtë shkupton. Këto sfida janë sfida të ronda, zotni. Nuk buhet dhe kush, do me thonë, e ka detyrë me stilograf të sose punën, dhe kush e ka punën me thekën të sose punën, me pishtalla, me... Po që Me fati grusht ka tafolinës, desh te me kur- penkall ta bëjsh, unë me poshtë ta bëj. E, po qëtaj, respekte për të jam, o respekte për mu. Respekt, e ne për te, që Po ishte si? ta. Respekte për të dia, më bashkë më intereson Halil. Pse i tha e po Verenik? Qa i keq,
Po mendoj pike sultanati ka erdhi, nuk ka qenë këtu, ki ka qenë Stamboll. Ka dalë se unë kom erdhë me mision. Te i ke erdhë me mision, unë nuk ta mohoj te mision. Unë këtu jom, unë këtu kom qenë e në dëjes këtu. Po mirë. Te i pi këtu u bone minister atje, Stamboll. Minister i jashtëm ka qenë Ismail. Te minister i jashtëm, e ne sultani te tha, shko, shpale, shtetin ton. Po, Me ama thonë, po Vereniku i sultanit Ka ke dalë qenë. pak, fal. Që do t'i kallëzoj pozitat, More, Ismail, se kom pa që LGBT-er. nuk ka me lidhje te, që unë do ta diftë si kom shryt, nuk o që LGBT kjo. Pozitat e Ismail Qemalit në perandorinë Osmane. Po unë s'kom Zyrtari marrë la. pjesë në perandorinë Po tek Osmane. fejt për fejti me hasmi ke qona Me që. asmin jom ballafaqou atje. Guvernatori disa vilajeteve, sekretari i Këshillit Shtetit, deputet i Vlorës në Parlamentin Osman në vitin 1908, antari i Parlamentit Osman 1908, 1912. Ene ka shërbyer atëherë si ministër i jashtëm në perandorinë Osmane. E pa te si don ta krye shteti pa mu i pas këto pozita. Po sun kryo. Pjas kërkondi? Do me thonë, te pa qeter ti është po Verenik që ta kryo shteti. Te e pohove atë muhabetin te. Ka po e kjo, unë e kom përfaqëso popullin tim, E në unë e kom përfaqëso popullin tim. te e ke përfaqëso me Ti me poshtë, laps, unë me poshtë. e pa lutem, E ne me topus. me të pus. A je boni Shqipëni e shtet? Po. Te i Kosovën, kur? Une Timi e... dhe e kisha bo për pak të më kishte morë e në ki ke karoca, ama u vnova, su shkova tu ballafaqohu me miljetin, unë e bona e bo unë masi Kosovën shtet, nuk ka problem, ama Shimazi mas 100 vjetëve. mas 100, mas 80, mas 90, u bo shteti Ja. Kosovës, shiqir si u bo, po me synime që një dit Isa e ne Ismaili dhe apin dorën e dhe e bëjmë bashkë në Kosovën e në Shqipneje. Ama shefe, kështu kina di shtet, ashtu dhe kishim një. Ta kishim bue në Kosovë. Inshallah kina një shtet ma të fortë. Diktatorë diplomat, sheve. Diplomat, Kështu o, ke unë di jam shtete. për bashkim Kështu për kombëtar. shembull kur të shkosh në Evropë, kjeni përfaqësues për Shqipneje, kjeni një përfaqësues për Kosovë. Kasmet inshallah në një përfaqësues për Maqedonie. Po ki e përfaqësues pi Maqedonie ti. Bile pi Gostivari ki e përfaqësues. More pitonve, Ki e vëlla? cëllën be. Axhiluli. A nuk është? Te Qish kia përfaqësuesi? Axhiluli, Travelers Point. Po përfaqësuesi në Evropë është ai. Kit shqiptarët që duan dalin në Evropë, bëhen me dokumente Lituanie, Shpanie, Polonie, mund shkojnë ke Travelers Point. Ta aplikojnë atej e ne të vubohen dokumentet e Evropës. Do me thonë punësohen në Evropë, leje pune, leje qëndrimi, plus asaj, këto grupet elektriqar, majstor, kështu që i linë, ose që do që tjenë, zanat që jonë këto, nëse dun të punojnë në Evropë, kanë grupe në Rockin Business në Evropë, mund të shkojnë paraqiten ke Travelers Point ke Axhiluli, e ne të morin leje për të punohu në Evropë. Po si. Plus asaj, te i thuet e përfaqësues thuet, kush don bileta për në Evropë. Dash me autobus, dash me avion. Po kush don dalen në pushim, dash verës, dash dimrit, me avion, me autobus, me hotel, me camping, si do që do të mund shkone ke Travelers Point, e ne ta more atë Që e kërkon. Që e kërkon. Respekt. Plus asaj. Plus asaj. Po përfaqësues kërkoj që ti. Çeku e ke përfaqësues. Kush don, do me thonë transport bone në Evropë. Mund gjithashtu ta fkase Axhinduli, ke Travelers Point, e ne ta ti çone mallrat në për Evropë ose pi Evropë, Maqedoni ti bjerë. Po si. Lutem. Respekt. E atëherë një përshëndetje e veçantë për Axhilulin, përfaqësuesin tonë për në Evropë. Hajro, ja, është. Ajro, Do me thonë, po. nuk duhet presim në Bashkimin Evropian. S'kemi nevojë. Mendoj, s'kina nevoj për deri sa mund shkojmë në Evropë pa mund Mund që bashkohu. Nuk ka, ne duhet bashkohena, Evropa afër është, Bashko, atë po. është. E për të bashko pak si rond. Më intereson ku e mqefe Altien, se në unë të kontrollova si ai ministrin Londër, ama nësun të gjeta. Te kisha e me revole ki. Po, Ke po. i revoltuar ki. Po, kome i revoltuar kome. Është pak ngjyra perverse. Prandi ato mlanë se që kështu ishte pistoli, nuk e morën seriozisht.
E në te se pa. A ke municion? Po ka. Mo. Non ta provoj? Full e kom. Bile kom e në një di shargera më duket se këtu. Ashtu, për të shoh. Po. Kom e në di shargera. Hap një sej, gjatë epizodit. Mund të krejs ma shumë. Mund në qesi sejt. Po. Fond të lymë rulet ruse. Rulet ruse në toka shqiptare. Se të mos. Pa më thua jo Ismail Bey E, mërë, valla, Kur qak- do bëjnë shqiptarët apo? Shqiptarët do bëhen atëherë kur të dunë, valla. Se për ndryshe është rënd. Ja te mo ke provu Po e ti. di sa për pas më vjen historia, si thot Ismail Qemali ke filmi. Mirë po, shqiptarët, si ishte e muhabeti, di janë No, bashkë kur bëhen di shqiptar, troshka. trashka. Të të pesin insan për këtë punën e filmit të Ismail Bey bla. Urdhnoj, Se më duket shumë pa lidhje vetveta kur i shoh pasyza, ama më pak kënaqem kur i shoh të llogët. S'ka problem. Ke filmi që kemi pa ne kam pa kryt bota. A më vërtet që ashtu ka ndodhur apo janë skenare të Xhaxhit Enver? A baj filmi o bo vaktin e Enverit. Ama naj filmi o bazohet e kondi. Mendoj se nuk mundet ato kote të bëjnë atë filmi. Po bazobe ke kamermani, ne ke regjisor. Që? E ngjon njeri unë? Shtaj nuk thom unë se ajo tipik e ka pej qajna si e ka pej në ke filmi. A më ndodhjetën e ngjarjet besoj se janë të bazuara në ngjarje të vërteta. Se nuk do ishte 1912-ën kote atë. Afro 1912, mendoj se ka njerëz që Po e di. 100 vjet. Po, mendoj. Kam pas drejten ato Shqipërit të replikojnë të thujnë a ka pas, a s'ka A pas. Për shembull, nuk ka a e pas keni raste. A e keni pa se ke filmi Ismail Qemali është në Enver Hoxha. Enver Hoxha. Po. E që këtë se kisha pa. Hajta e As se malush kisha di. menden. Ha? Hajde. Hajde, A mund ta gjini ku? as kërkon. A e dini atë skenën ku shkon Ismail Qemali, shkon ke një shpejt fjeni natë. E naj që thot ma ke nderohu kanakun e ma ke bo, ma ke thki, të bohesh kumbari këti fëmijut. E din që A është japret njëni fjokët? që vine merr me kalin me pajton ati? Që e pret. Që e pret. Mrenda, Po, ka me një ustet që col, ojnë, një col ka në gjep. Mhm. A i colin gjep që i bëhet kumbar Ismail Qemali, ja pret fjokët. Qishtë thonë, E më në të skenën? Po besio? Kur ngrehet ai gjali, që ajo Enveri. Enver Hoxha, se e ka fejtën e vetë vetën në rollet. Më thonë, ai ka qenë i Shkojti. vogël, Ismail Qemali ja pret fjokët dhe ne e pej Xhaxhi. Po çish bën të dim, pse e ngren flamurin në vlar? Për cëllën e bën këtë shtet, shqipnen. Si... Ai thotë e bëj për ty biri. A është e skena ku thot një popull që i flen? No, ka A jo qëtë skena? E po çaj që fjen, çaj colli jo. A i colli që i fjen? Çaj jo Enveri. Tamam, nuk e dite e ke pa Se këtë. di shajnë se berber ka qenë Ismail Qemali. Pse berber? Po ja pas ka pre fjukët, e ndërvozën. Barove, nuk o berber. Të bësh Lutem. kumbar në shtëpinë time i thot. Si, a e respekton? Pak ka ndërhyke filmat, pak ka ndërhyke livrat, pak ka ndërhyke muzikat, pak andi, pak këndjen, e na kanë difto historien ato që e kanë dash vetë ta diftojnë historien. E din, nuk o se s'ka asnjë send vërtet atë, ama unë mendoj se si thuen e te vetë historien e shkruan më të forte. Atëherë kush ka qenë më i fortë, që ato e kanë shkruajt historien nëpërmjet filmave, librave, gazetave. Ndoshta ne e kanë shkruajt më të fortit për këtë periudhë. Nëse ato kanë dhënë në kontribut o vlla? Kanë dhënë në kontribut. Kanë dhënë kontribut. Asnjë nuk va mohon kontributin, po muhabeti, qëllimi i muhabetit është që mos ta devijojmë, se Lila njërdëkondi ka drejt se historinë e shkruajnë më të fortit. Po, ajo fakt. Këto kit kanë dhënë kontribut, po këtu mas një periudhë ka ardhur një shumë më i fortë, si po në Enver Hoxhës, se ne ka shkruar çka dash vet, ka bëu filma, ka ndërhyrë në librat e historisë, e ne nuk, si do të them, nuk kanë dalë do fakte, thonë ne dim 1912 28 nëntari, ngrejnë flamurin, festojmë Ismail Qemali e ne, që ka zhdinë. A çish ka ndodhur më njerë mas 28 nëntarit, askush në asnjë libër nuk Në libër. Ne mas paku një librat e historitë stonat, bile ne pak na kanë difto neve për Shqipne. Ne kina mëso për perandorin romake, për perandorin bizantine, për
kinezët, për francezët. Po s'ka për pas në informacion Napoleoni, si s'ka pas. 91-88 në izolut ka qenë Shqipëri. A be ka qenë izolot Shqipënia, po historiqarët qish kanë qenë atëherë? Të shitur. Po çef do vinë atë muhabeti se neve që të na mësojnë histori që o dash neve ne ta dim historinë, se historia ka një llaf shumë të fortë, nëse nuk merr mësim pi historisë, përsëritet. Përsëritet historia. Po. Kë shfrytëzoj rastin të përshëndes arsimtarin Mersiel. Më përshëndes arsimtare. Po, nuk inshallah me niyet më herë këtë herë. Ti visti pa se Arsimtarin e fundit isha- po shëndete. nuk isha e dobët një histori që ti jemi sinqert. Te ke qenë i dobët historinë e vin këtu na shet. Po na difton neve këtë Çe, histori. kush e ka Po presh te historinë? ku e din ato qiri ta kanë qenë më të fortë se unë. A be A më mësuesha? shefe sot te kush e shkruan histori. A më mësuesha? Edhe morish vesh në atëres kush e ka shkruajtur histori. I dobët isha më çonte të mësoj njeriu. Po për zotin. E historien unë e kom pas favorit 2 lëndë. E në shkollë fillore, e në shkollë mesme ka qenë historia e në gjeografia. E po me qera Allafi, a din ti çka ndodh mas 28 nëntarit 1912? Paka shumë, unë e di që shka ndodhë. Me... Hajde bakallo. Nuk shumë, e di se Ismail Bey Qemali ka pas problem me Esat Pashën. Ka pas. Problem ka pas. Ka pas një mos marrëveshje ndërmjet çatimeve të dive, se të di kanë qenë poverenik. Në kolege ke pas Esat Pashën, nëse nuk jam gabim. Ashtu? Po kolega, ai ka qenë Ai ka qenë deputet në Deputet. Ka parlament. qenë deputet, ka qenë Me një troje periudhë, tona. me një Një periudhë. periudhë shkurtë, ne sun janë marrë vesh me njëri tjetrin ato për XY arsye detaje, pse? unë nuk e di pse. po shqiptar kanë qenë. Shqiptar kanë qenë, ose po. Në rëtrokitje për këtë. Kështu që t'jemi më të qartë. Ismail Qemali, shpall shtetin shqiptar, e bon shtetin shqiptar pavarët. Po. 28 nëntar 1912, me njerë vin vit i ri, vin 1913, e bon Esat Pashën, ish kolegun e vetë, deputet, e bon ministër të mbrojtjes. Po. Bashkëveprojnë ato pak, ma pa u hip rivaliteti. Pse ki kryeministër, pse unë ministër. I Arabat-Duba 1914, me 7 mars, ministri në Londër, Shkune i tha, i thanë se këto Ministri shqiptarët Londër. Për shqiptarët sun kanë vendos shqiptarët. Si ta isi sun vendosin, mendojmë presin Bashkimi Evropian vendose për ne. E në atëherë s'ka vendos England. shefe, shqiptarët, ministri në Londër. Ha, unë vazhdo. mendoj se shqiptarët kjo vin ne kina qenë popull të hekët, ne kina qenë popull të pushtote, të sundote. Do me thonë, Turku ka pas dore, Serbia ka pas dore, Austro-Hungaria. Austro-Hungaria ka pas dore, ne kina qenë njerëz të hekave, o vlla. Po merve pajtohen me këtu. Çoni dorë trokiqe për te. Po Po çe mësim bone. të kësajne. Do t'ina të sinqert. Po, e po Që çe të kësaj dite ne hekim. e po jek përmend jek se nuk e din historinë e ne të përsëritet. Po trash kom pas. Çish ndodh the këto? Te e bone shtetin, që hajde ta vën, e bone shtetin. Po. E ne e bone ministër të mbrojtjes, shoqin tonë, ish deputetin. Esa E ne zejeni o vlla. Po. Hala nuk i keni vendosur temelet e shtetit, ju kapeni, kacafiteni. Po. Kacafiteni e ne ministri i Londër thotë, ka dalë. Nuk ka më Republikë e Shqipërisë, do bëhet mbretëri. Ne unë ndeshoj princ Vidi. 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 Vin vidi. Vidi, Jo Austrie. Do me thonë, Anglezi thot do bëhet krall në Shqipëni Austrioni. hajde taj, Gjermani. E po ta i kur së Poverenik. Tak ta çon poverenik. Princ Vidi. Princ Vidi. Ne Ismail Qemali e lëshon Bajrakun. Po çish do bua vlla? Ama Esat Pasha se lishon Bajrak. Sa pasha nuk e Po, lëshon. zot basha din ma fakmon atë. Del ma fakmon, ama Esat Pasha atëherë shkon e bën qeverinë e vet. Po si, Qeverinë e Shqipërisë qendrore, bën shtet vet. Po, Republikë Tirana, vet. Durrësi. po si. Ama e po disin e natë, internojnë E ne çish e gjën atë. Ma pa i sen bën biznise private ka Franca, atë një sa Do me thonë, plumi javni Rustemi të gjen atje. Esat Pasha Që shkon të- e naj. dusha dalëm. Prap dusha dal ka ju se E po kush e vran? Kush e vran? Avni Rustemi. Shqiptari. ka gjek po. Shqiptari e vran Thashbe, shqiptari. Për pushtet. I kina ne do vese, kina shumë vese të mira, ama i kina ne do vese për fat të keshi
Nuk na lojnë dhe njerë të ecim për para, nuk na lojnë. Kush nuk t'len të ecish për para? Vetveqja joqe. Vetveqja joqe. Ne nuk kina asnjë problem mendoj nëse përderisa që do marrim këtë gjeografinë e sotshme. Kush e ndalën, mo merret vesh, Ali Ahmeti, Albin Kurti, Edi Rama. Po pse? A i ndalë dë njoni që nuk du, po të merreshin vesh dë bosh të një sen merë për ne këto? Po nuk lojnë me Shumë fkel. Evropa be vllak. Ai Albin Ka dalë me se kim prekun tel shtaj. Ka dalë. Ka dalë se m'kalli shtaj. Hajde. Nuk buhen me punët ashtu te si mendon. Po nuk bone Po prapë kje një Evropë që thot te dhe jesh këto, te dhe jesh këto, te dhe jesh këto. Evropë vjetër. Si s'ma gjete një rrugë që bravo regjia. që me kohë nga neve na kanë vrarë. Ne të lajtë unë do me thonë se Evropa duhet vetë. Qish do bënë Evropa nëse ne bashkohemi? More në ala garen si mas Evropës, nuk e shef se qish. Çto jo me Lilen, çto po Evropa nëse ne jemi bashkë? Çish mund të të bëjë? A dhe ndale buksën da ham ne? Ama ka dalebe se Evropa ka punu me vakët që ne më jina bashk. Aj, që këtë duhet? A? E po taj, pse më jina bashk? Kuj ti konvenon ne që më jina bashk? Kuj ti konven? Hasmit. E po, ku Ne shon gjemi hasëm thon- këtë rast? Do me thonë hala ina të pushtot me një farë mënyrë. Hala ne son vendosin për vetë vetën. Po sun Për vetë vetën e vetë. Vetën te se fondet evropiane, i pa fonde, mi pa fondet, e kitë pret pjatinve, vëlla, tu pas të resurset e tuja, ka e në Shqipne, e në Kosova, e në Zapadna Makedonia, si i në këto, i kina resurset tona. Unë mendoj, unë jom razi, do me thonë, tjekim 50 vjetë, bëna bashkë ta formojmë shtetin tonë, se sa 3 shtej pi urnave këti, pi urnave të ati. Po, Lila. Taj, unë e kisha fliu jetën për që E në këtë. unë e kisha flio jo, vëlla. E po pse atëherë se bëjmë? E ne ka pjot që e kanë flio jetën për flamure, për shtete, për vatone. O ta din ato që e kanë flio qish politike bëhet. Ta din ato me këtë znaçkën ke kreja që e kanë majt halis, si kur duhet. Ajo... Prap dhe ishin gret, dhe na farojshin kitve këto. Do me thonë prapa problemi ke ne. Po ke ne është problemi, Ne ke thot kush do Lila. jetë problemi. Nëse ne jemi bashkë. Ja, kite i hene shumë fkellat e Albin Kurti, Ali Ahmeti, Edi Rama. Albin Kurti qeverisën bëhet që një vjet. Ai një Kosovë se në drejtot i thu, ma që shqiptari, njën ajo. Shesa, a din kur ka fitohu zgjedhjet Albin Kurti? Nuk e di. Para se ta nesim ne podcast, Podcast. shkurt. Ne ti sezona i në tu i sot. Zona kena bë. Alaso Ai s'ka bë qeveri. Po si? Kush i ka fare? Evropa i ka. Evropa i ka. Albin Kurti dhe të opozite. Dhash zoti e din ta mrejmë në atë vakët ku kitë shqiptarët dhe kjenë një Inshallah. mendim e ne dhe jenë kitë bashk, e din pa asni ashtu, Rivalitet ose. nuk rivalitet, mo kjetë dëshirë shkatruse për tjerit, po tina ne bashk një herë për herë. E nësam ta bëjmë shtetin ton, ta kina shtetin ton për herë, na ne i finen, lat, para mendo, tishim ne 10 milion shtet. Mendoj dhe ishte ma fort. Nuk për të bot gjat këqia ndi një. E din për të qoni fort dhe la ekonomin. Ton ta kiesh ushtrin, ton ta kiesh popullin, ton ta kiesh Pa kulturën tonë. kulturën ton dhe e kije. Bet se ta kiesh e din autoktonat e të mundesh. Nuk të une frëngjisht këndoj për vla na për ahendje ose të luj valc, tu pas të luj në shota ai. Tu qanë kojnë me qifteli. Me qiftelia të shkone në Austria e të njone, pse shkoj une pi Austria këto valc të luj. Qa-qa-qa. Dhe qa-qa-qa, tango, salsa, po e di unë qish. E ne që qa Ajo don tradita, ajo don... Njeriu sot nivelin e patriotizmit një fond e ka. Nuk Më ka ove një knoq unë e kit. kom pas për herë këtë nivelin e patriotizmit. Ai shef pse shqiptarët majnë plis. Se ta ngrof tronin e ne të punon ma mirë. Mare kjo, më shtu më qastë të të tjetër. Ma atë ja. Ma ata gjavi që shka isa... Nuk e ka ai pas, që majnë. nuk e ka pas kollaj Ismaili, e shof shtaj Abe, një ne se kina kolaj, as ata se kam pas kolaj, mirë po E na falative qenë ka që ne qenë sa kina vonë sot si një unë. flamur, kina sot një shtet, po inshallah i dalim zot që ati shteti, që ati flamurit, që asaj kulture. Po të vizlon qeli si sorqe. Pi gjerzve nuk merë ava kreja, së merë. Pakun jo bu. Si e kanë majt, bali, gjithë këtë sull merë ma fritit. Kanë marrë, kanë pas ashtu si. Po bene kjo, s'ta më kjo. Ajo e lama e ngrafët. No, kjo merë është mu
Ka po me? Mund fime këtë. Moment kanë gjaj. Valle shumë i ka Disi gjatë për duke një zotin. pikarshi si ai flamuri që ngrejtin Beograd ai, autoktonën. Ismail Qemali dhe Isa Boletin. E ne shqipon jam këtis. Mona gjemojnë me vlane për këtë epizodën. A thua Hashimi me Nisei mund na vije? Vale Hashimi me Nisei mund na gjemojnë për këtë epizodën. Qish mund na bua Hashimi Po, me Nisei? dëna- Ali? E në ma shumë mund t'na vrasë. Ashtu. Na vërdet, e na shë të të vdesish. Na vërdet vdesish, po vdesi një dëshmor. Lela me qëtë. No, ke vërtet ose më duar të kiqe për këtë fjalimin tonë. Ka pas do ndalesa për festimin e 28. Ka pas do. A kështu kur do shohin juve, plus unë mjedis to me këtë logon e Jäger. Unë e kom drejtën time, nëse jetojmë demokracinë, si i Unë qytet. Me qëra fjala, Mendoj- për- se u vrava, M'fal regjia. për ta pas qartë, kjo me dve erdh, ju që e dini, kjo është e Kosovës. Respekte. Pse Maqedonisë si është? E ndryshë është. Me dzesë, Me ushtria dzesë. qërimtare kombëtare e ka me dzesë, e ka me dve. Si kisha ditë. Këto dallimi të dish. Mirë po, nuk ka burnone, e ne birë, si thotë Edi Rama, Ha, nuk ka. që mund në nale neve festën të i dashur. Tanalin. Në, be, kush mu të ta, as njësën të tanale, be. O, tanalin. Oj, vallë as njësën të tanale. Tanali. Nuk mundet ishë tanale. Tanalin. Shkarella, tanali. Kura po në ke leku, mund të të nalet, ama prapë sun të të nalet. Pse zun nalin? Po të fkasish dhe një pi Gjermanie, pi Zvizet është bruda, qomë dë një lek dë një sen, sa për festa, kësho a merë veshë nuk. Për këtë epizod, e kina ne shoqin ton Sebajdin Ademin, Vërtet? i cili që 8 vjet mongra diet se ka Western Unioni. Ashtu? Merë pa e ka vendos për që këto që dun të analin e nesun në analin, paret kush do në t'i qone në gostivar Western Union, ka qel diqon 3, faktikisht një pik 3, mund ke importanja në qendër qytetit gostivarit. Centër. Mund qendër. Lokali dhe jetë qile tonën. E ne është mas importanes ke sokaku ke korza e re cila qëtë ke gjameja e saatit ate. Dhe me thonë, Western Unioni ma i ri në gostivar, hapet honën mund në qendër të qytetit. Kush do në të e pare, me një sebeb të bëhet Western Unioni qoni pare këndi ka fukaralleku. Do me thonë kalon ka sokaku bush me pare në vazhdo në dilë ke poshta. Del ke poshta, ma po. Po, si- Mund fillush feshtën, pike poshtat e poshën, e kap mindilit, e ne knoqesh. E ne feston. Feston me këngë patriotike. Po. Me qëra lafi ke këngë nes ndoshta s'kemi pas që kemi bo alfabetin 1908, shtetin 1912. Historien para asaj ne nuk e kemi shkrujt me, ne e kemi të knome. Kitë këndoh me e kina. Ne kemi përcjell historien beres pas berezi me knim. Po e vërtet aja. Kitë me qiftelia. Po, me Për shembull, kina Kemi kanë ka gjymë zaati. More që gjim saati sa dush, ti mund ta bësh 8 saat një darsëm, Me një vetëm me këngë. kojk me qiftelia. Për shembull, Shembull. me qira fjala, e kje këngën e Zagrebit, sa metro e gjatë? Kanë ke Zagrebit, pikton një Zagreb. 1200 km. Këngë e Zagrebit, ka i shqiptari në autobus, Në tramvaj. në tramvaj, në tramvaj, e ne nuk ka pas bilet njeriu, e ne në Zagreb, shoferi, këde i dësh beti, Merve ma kisa ka ditë rendin, sefte ka shku. Pa nuk e ka dit, i shkreti, s'ka pas këto atër tramvajeve, vla. Se kanë ka shku. nesën historia si kanë shkon gurbet për një jetë matë mejre, a që mësyn Zagrebin atje për Ish ma ma mirë, mirë. E ne hejnë në tramvaj, vlaj. O ti, vla, thët, de i dësh be, thët, kisa merë vesh njëru, s'ka dit. Shqiptarë, si e ka krejnë e vetë, det hungjët ati, hot hungjët ati, pale ka rok shoferin nervësën, a i ka nga së shirën dë njësën shoferi, e ne kapet me shqiptarin, buhet një të lovej ati, nëzefet shoferi, e shon shoferi këtë shqiptarin, e ne nejsëm një historia, si e ka shaj, Sunjon mor vesh së një morë vesh sa kje ka qenë vra, domi. more ka vra kondukterin, ashtu? Mare, nuk ka qanë po në sudare, ndoshta ai shoferi tramvajt ka qenë nervos se ka nga shqere një ditit ma jera.
Po në ka qenë se ki e ka shajt, nuk duron thot shqiptari me shan babenon. E shan për babenon Në nxefet atë, op, shqiptar një shkim pjak thot bërtiti e ne. Ne thot si Skënderbeu i seltem gazet aty e po shkruan. Në çadër, po. Nalet tramvaj Këstaneca, hipin kondukterat qerë, selin bën leshen e thot ake pave shqiptar me sejti. Njerë vësht altien si pona jote ne. Një shkrepën, ka. Kjo ka ndodhur, unë mendoj vetëm se ka qenë Zagreb. Pse? Se t'ishte për shembull ka Gjermania, gje? Sidomos ka ona e moj shkëndi ka Düsseldorfi, Dortmundi, Kölni, Essen, si o këndi, po agje nuk do kishte problem nëse e kishte nga qeren ai kondukteri atje. Po agje për shembull kina ne një shuç që është Gutachta. Gutachta? Po, ke ne këto... Qka lidhje kjo? Nuk, ajo Schaden Gutachta. E din qish është? Au. Deutsche Schaden Gutachta, ose ma shkurtimisht Gutachta. A mund mas qërësh? Që të tash qërëj. Është një njeri i cili merret me vlerësimin e dëm shpërblimit që e ke bote, ke vetura jote, ose ke motor jote, ke automjeti jote, që do që ti. A gjatë aksidentit? Gjatë aksidentit, për shembull, nëse bonte një aksident. E në e thënë qërën. Ave e thënë qërën për ta ti qërën, ama për ta vlerësou atë qërën, te duhet kjesh një Gutachta. Në këtë rast, ne kina një Gutachta, i cili quhet Ardian Sali. A firmës, Sachverständigen Büro, për shembull. Wuppertal është. Nëse don te ta qesish atë procenkën si i thujmë ne, vlerësimin e domit si e kje, se shqiptare e dinte, e gërveshtën pafqiren, don të ndroje haubën. Që qese ma shumë pare për sigurimeve, duhet të afkase Gutachtën, kështu që fkat një AS-24. Sachverständigen Büro. Respekt, se në devijoj konkën e Zagrebit njeri. Dulke Sachverständigen Büro. Ai ka pas çka pas, njeriu ka qenë nervoz. Ku e kje biletën, se kom biletën, e ka shajt, shqiptari su në durohet shajt. Po su në durohet shqiptari, shajt. Me shajt, buri, ku në bave nan. Ene qëtë ja hek kurshumin atë. Kur shumë shkruajnë gazetat tona ta në Zagrebin. Mafteket bojnë në një kojmë tjetër, mafteket me ki. Vallaj, bilej, shumë, folim patriotizëm. Bëjmë ma bjetë kështu, a ka mundësej ta gjek një kojmë vlaj kështu? Në ka erë pishpërti. Ti gjeve se shkon. Kom pas qef gjatë vakët ta këndoj që këtë kojmë kështu të një. Ama ma e vijen patriotike. Dhe ma e vijen patriotike, të lutem. Shto mendoj se dhe qudisi me në publikun, se prezin këtë kojmë për mije. Hajde, qeni dërë trafilqe. Prejt pak, ta regulojmë këto teknikën. Shishke bua verë. One moment please. Shtetë të diftoj që shkon bo une. Pret pak ta shtimas. Ta fesin dyzen? Ta fesin dyzen. Kale Melina! Ne ta din që punu ashtu. Hiteli Sharkis me knuhat me Selman Kaderis pushte madhe I dha Sërbi. Kale Melina! E pushte madhe I kanë dhonë për vojvodën atë kapetan Selemoni u qoj kanë në kom Oj një stoka I voto konë të milicia o konë Apo ngonë djalo Selmoni Hajde! Apo ngonë djalo Selmon Ku je kono e qës mjeor Uaj bënë bene dine I mon Kushte shpia e sëm ka kon
O për qef Miliqo jem dal Miliqkës të jetëm një fjall Apo ngonë djalo Selmon me ushetit dojna me dal Ato dalim me ushetit Jo ma larkë se në Mogjevin ka tu një cërc O një montan zojnë i pesh Ja shobelinove! Jo, Biro! Të lumë të pushka, Lili! Allah qëft! Të lumë të pushka! Bravo! Mendoj që këtë e kisha mbarë ka këndoj këtë këngën Me kongë Selmon Kadrizbe. Lila, as kush se ka vrejt këtë fiti, ja. Mon pjasët nonën një lufshat që 20 e sa epizoda i na të bot të i këngëtar ki muzikant unë prejt një të këndoj që sa nonën një lufshat bone në ju dhe një këngë no që na kina fest se Fest kina në tonë? Po fest du, po si Liro me vendin të vite këndoj. Hajde be mre kec E kje zamat më mdjere revolveri Që shi e bo. Orkestra? Kreshtat e Kosovës kanë marrë njërë të kuqe Kerushit e dare danito janë se me marrë nuse E po ju prine për para Shqipja e kastrioti Lull po zhure të qelin Në për plaket varojoti O moj Kosove kuqe o ty ta sjeli me dritën Kjeri ka jate skuqjuno e ndjalla zem galicën Do ka jate djegun pola het me gjak Ty ta falim jetën pola duke të pajake Në faqet historiso shkron me gjak shqiptari O në kratë shti po njëso shkron me shkranjari Emri u që këso që ndisu në mbeteja Po na frinë për para në fitore të reja O na u bane kalaja kullat me bedena Verat kjo tokë po lindeno Hamza e Adema Amaneti tyne ta fitojnë lirin Me kush brojmë Kosovën e nerojmë Shqipinine Amaneti tyne ta fitojnë lirin Me kush ke mbrojmë Kosovën e nerojmë Shqipinine Kalle me Isa Valentin Shita kalle Mi qite Said. Hajt!
Faleminderit. Ismail Bey? Aferin Hajdar Bey. Shumë bukur, mashallah. Mashallah. A keni dhe një dëshirë A muzikore? ki edhe një dëshirë? Jo mi njëjtit mendim, unë mendoj se duhet këndohet e në do një këngë për Parisin. Po mo, Për Berlinin. Po e në për Beligradin. Okej. Ta pjasin dishmani. Zoti ma ty t'kopshin fale E në Kosovë lufta u kale Në prekasa ty pikspari E gjokë se luani Adem Jashari E leta di Londra e Moskova Nuk e dorezohet Kuro Kosova T'fala Parisit E t'fala Berlinit Je mushtar E izboletinit T'fala Parisit Lumba Beogradit Je mushtar E Adem Jasharit Ju majnana Kosovare E ju djem që flenin male Me na fal për vujtje tuja E se Kosova është e juja E leta din Londra e Moskova Nuk e dorezohet Kur e gjallë Kosova T'fala Parisit E t'fala Berlinit Je mushtar E izboletinit T'fala Parisit Lumba Beogradit Je mushtar E Adem Jasharit T'fala Parisit E t'fala Berlinit Je mushtar E izboletinit T'fala Parisit Lumba Beogradit Je mushtar E Adem Jashari Falënderit. Jemi mrekullueshëm. Mashallah be, mashallah. Zotri. Ma kërkojsh e kanjka. Mi ke grejt do marrë nejca Feshte. Preshni mi ke bo Feshte e natë e paparashikuar Kësho Po surpriz mendoj, është feshtë. Bravo e që e ke kall Bravo, Allah të qoftë Aferin. Me ki bajgjim ke emocionu sonte, kështu kallzoj ka dirë shperti, ama më shkojnë dërmente një këngë, ka mundësej të ma bësh qefin, kështu Një në fond. me ki, a ka mundësej këngën e Ademit ta këndoj. Lutem. Lutem, kështu, pi shperti, Ta shtrëngoj shapk. shtrëngohë shapkën, shtrëngohë në mikrofonin, hapi sejtën e ju orkestra, Se të vukroj se ki ta di. Krejsen Ka revole ki. Sharit ti këndon Tash sa vjet se shef prekazin dhe reqakun Tash sa vjet se shef drenicën Tash sa vjet dhe Mitrovicën Tash sa vjet Qo ade, qo potojnë zoqët e malit dhe bilibilat Qo ade, potojnë lule
klimat qoade Qohu shpejt mos rrite varri thote na me lokja qohu se mja Ta fladiti balin toka qohu se ty Të kërkone tan Kosova ty ade Mora fjale, mora vargun, mora qarkun Me i thurkan bash legendarit Ti këndoj Adem Jasharit Ti këndoj E ti them se gjaku i ti është vet liria që ka Në Kosove brigje vdrinit kjo liri Ja fladiti balin trimit Ja fladi Që e dorën? Faleminderit. Knoshët. Faleminderit edhe juve telespektatorë të nderuar që na ndoqët emisionin deri tash. Edhe një herë urime dita e flamurit, gëzuar festën krejt shqiptarve kudo që të ndodhen. Dhe ja lëm fjalën Akini kështu do një laf Ismail Bey. Përshëndes shqiptarët kudo që ndodhen, gazemra, falënderit. Urime festa 28 nëntori. Kime një problem? Hë? Si dhe, ja sa larkë e kja. E kemi zgjedh. Ha? Oh.